Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në natën finale të Miss Universe Albania and Kosovo 2021, live nga Adorion's Amor Palace. Mirë prisni prezantuesin e mbrëmjes, Ardit Roshi. Mirë mbrëma! Nuk e keni idenë të kënaqësisë që përjeton një individ në skenë kur rikthehet live përballë publikut. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit të gjithëve. Mirë se keni ardhur, jeni në natën finale të Miss Universe Albania and Kosovo 2021 live në Vision Plus të Klan Kosova në Adorion's Amor Palace. Është vërtet kënaqësi shumë e madhe që ju shoh të gjithëve në këtë skenë. Është kënaqësi shumë e madhe që e di që kam shumë njerëz që na ndjekin nga shtëpia, sepse jemi në mesin e një viti plot evente. Një viti pandemik, që pati restriksione që po lirohen, një viti që pati zgjedhje, që pati zgjedhje të tjera, pastaj një viti që ka Europianin, një vit që do ketë edhe Olimpiadën pas pak, por ne kemi një qef të madh të themi që ky është eventi kulminant paktën kësaj gjysmës së vitit. Kështu që edhe një herë, mirë se ardhje zyrtarisht në finalen e madhe të Miss Universe Albania and Kosovo 2021. Si që shqini nga transmetimi drejt për drejt i Vision Plus, jemi në Adorion's Amor Palace, jemi absolutisht live. Nuk do t'jem vetëm unë sot në moderim. Është e vërtet 28 konkurrente që u ndoqët dje në një transmetim tjetër drejt për drejt në gjysmën finalen e Miss Universe Albania and Kosovo. I njohët vajzat, pat klipet e tyre të prezantimit, i pat në sfilat dhe i pat pastaj në skenë me emocionet e tyre të bukura kur morën çmimet e vendosura më herët. Sot janë 28 konkurrente, ka shumë këngëtar të njohur, i keni parë në spotet të gjithë, do të vinë njëri pas tjetrit në këtë skenë, do na kënaqin të gjithëve, por ka edhe dy yje të tjera, të cilat janë në moderim, janë në Crown Team. E para është një vajzë që ka fituar kurorën e Miss Universe Albania në vitin 2019. Dhe ka përfaqësuar Shqipërinë aq mirë në finalen e madhe sa është renditur mendoni e 11-ta në të gjithë botën. Kështu që me duartërokitje të madhe, në eksperiencën e saj të parë si moderatore në një finale, edhe pse më dhuronte edhe dje, dua ju lutem të mirëprisni Cindy Marinën.